Dhe nga ana tjetër, refuzimi i marrjes së vizës amerikane të një ministri aktual tani në qeveri, kanë paksa, unë e shoh paksa me dallim. Ata që janë shpallur non grata është çështja më serioze. Është çështja më serioze për faktin se flitet për vite me radhë që është rritur për shkak tyre, është rritur edhe niveli i korrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Dhe do të thotë zgjedhjet e para 9 muajve, do të thotë kur më 8 maj pra u ndryshua qeveria në Maqedoninë e Veriut, kanë qenë zgjedhje që me do e mos, do të thotë duhet të sillet ndryshim në qeverisjen e Maqedonisë së Veriut. Për shkak se ajo pako e qeverisjes që ishte thot deri në atë moment për 2 dekada me radhë, flas edhe për bllokun shqiptar, thot nuk ka qenë sistem demokratik. Ajo ka figuruar sistem mirë, po thot de facto ka qenë si një sistem monarkie. Nga se me vite me radhë thot një parti ka qëndruar në qeveri duke mos sjellur asnjë thot përmirësim apo thot zhvillim adekuat për flas edhe për shqiptarët, pasi që do të ishin referencë për shqiptarët në qeveri, ndërsa nga ana tjetër vazhdimisht u shpallnin edhe aferat, po edhe të argumentuar se janë thelluar tej mase në korrupsion. Andaj shpallja e tyre non grata dhe refuzimi i vizës amerikane të një ministri të tanishëm, pra siç ishte për Fatmir Limanin, mendoj se kjo e fundit është më shumë çështje administrative, sesa të ketë ndonjë prapavi korruptive apo diçka jo ligjore. Pasi që mendoj se ashtu siç e ka shpallur ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Maqedoninë e Veriut për personin në të kaluarën si person non grata me emër dhe mbiemër, sikur të kishte diçka të tillë, pra do ta shpallte edhe ministrin në fjalë apo kushdo qoftë tjetër. Pra ne kemi vërejtur në kaluarën se ambasada nuk i fsheh, do të thotë emrat nëse faktohet se ai person është për non grata apo ka arritur shkallën e lartë të korrupsionit, atëherë ishin 2, pra një zyrtar i lartë në qeveri dhe një gjykatës në gjykatë të vendit. Zoti Shabani, edhe një pyetje të fundit kam në administratën e Bidenit, dhe sidomos nga fundi, që referohen vitit kaluar, kishim mjaft tensione në Shkup. Edhe çështja e gjuhës artikulohej shpesh nga një pjesë analize dhe jo vetëm, edhe çështja se Maqedonia e Veriut mund shkonte në një ndarje, nisur kjo edhe nga retorika në fushatë e Miskovcit që Maqedonia është e maqedonasve. Tani, a mund guxojë që të artikuloj thjesht edhe këto teza me administratën Trump, sepse nisim nga ajo që ju thatë pak më lart që Trumpi nisur nga administrata e parë, i ka mbyllur konfliktit, nuk i ka hapur. Po. Sa i përket do të thotë kësaj edhe qasjes apo narrativit të politikës them nacionaliste në vendin tonë, partia tani në Maqedonase në qeveri, siç është VMRO, DPMNE, fatkeqësisht një periudhë të gjatë ka nxitur me nacionalizmin e tyre që e kanë pasur dhe me këtë e kanë bërë edhe politikën në skenë. Tani jo se krejtësisht ka ndryshuar, ndonjëherë vërehen këto lëvizje dhe problemi i gjuhës, pra zyrtarizimi i mirëfillt i gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është në përkëmbje edhe nga ana e shqiptarëve. Sepse 20 vite në qeverisje mos mund të realizohet dhe akoma pra të jepet hapësirë palës tjetër që them tallët ose jo, mirë po nuk e merr seriozisht këtë çështje, kjo është se për atë që na ka takuar neve si shqiptar, dhe ata që kanë qenë në qeveri, dhe janë referuar për drejtat e shqiptarëve, po del në pa se nuk e kanë përfunduar këtë çështje ashtu siç duhet. Pasi që kjo është dashur të miratohet, pra ligji për gjuhët është dashur të miratohet
pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, pasi që në marrëveshje figuron një gjë e tillë. Dhe ne flasim për një problem që kanë kaluar 20 vite. Dhe akoma nuk ballafaqohemi me problemet se çka na sfidon për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ndërsa akoma kemi probleme të brendshme etnike. Në të kaluarën pra këto probleme etnike e shpallën luftën pra ndër qytetarë, mes maqedonasve dhe shqiptarëve në vitin 2001 dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes tani pra bëhen këto konflikte vetëm se në formë politike. Akuzojnë njëri tjetrin, ndërsa ata që vuajnë më së shumti janë qytetarët. Shkon në institucionet shtetërore, në të shumtën e rasteve gjuha shqipe nuk respektohet. Sot kemi shqiptarët gjithë Maqedonia e Veriut e flasin gjuhën maqedone, ndërsa thuaj se as pak nuk ka prej zyrtarë Maqedonas që e flasin gjuhën shqipe, apo mund të shërbejnë në një farë forme. Kemi për shembull qytetarë që ndoshta edhe vinë nga Shqipëria, po nga qytetet që i kemi përreth Shqipërisë, Maqedoninë e Veriut, që mund të kenë vështirësi në komunikim me zyrtarë Maqedonas, dhe as pak nuk ju bëhet vonë se nuk mund të shërbejnë në gjuhën për të cilën është nënshkruar një marrëveshje dhe është garantuar me ligj. Dhe kjo 2 dekada mendoj se është e tepër që mos arrihet sukses për këtë çështje. Zotë Shabani, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve për mundësinë. Ishte kënaqësi.